Ndalo, mos lëviz ende. Nëse je duke e parë këtë video tani, kjo nuk është rastësi. Janë shenja të caktuara që Zoti vendos në rrugën tonë kur është gati të veprojë. Dhe nëse ke ndjerë ndonjë prej tyre kohët e fundit, dëgjoj me kujdes, sepse Zoti nuk dërgon shenja pa qëllim. Ai po të përgatit për diçka kaq të madhe sa mendja jote nuk mund ta imagjinojë ende. Qëndro deri në fund, sepse çdo shenjë që do të zbulojmë sot mund të jetë pikërisht ajo që po përjetonin ti. Ka momente në jetë kur gjithçka ndryshon, jo gradualisht, por papritur, si agimi që zbardh natën më të errët. Nëse je duke e parë këtë video sot, dije se nuk ka ardhur këtu rastësisht. Zoti ka një mënyrë të veçantë për të sjellë njerëzit e duhur në vendin e duhur, në momentin e duhur. Ky moment, pikërisht ky, mund të jetë momenti që do ta kujtosh si fillimin e gjithçkaje. Shenja e parë që Zoti po vepron është pikërisht kjo, një tërheqje e brendshme dritë diçkaje që nuk mund ta shpjegosh me fjalë. Shenja e parë që Zoti po përgatit mrekullinë tënde është një shqetësim i çuditshëm i brendshëm. Një ndjenjë se diçka po ndryshon, edhe kur jashtë asgjë nuk duket ndryshe. Zemra fillon të mos qetësohet me gjërat që më parë kënaqnin. Rutina e zakonshme fillon të ndihet e pamjaftueshme. Kjo nuk është ankth, është zgjim. Zoti po trokot në derën e shpirtit tënd dhe po të thotë: jam gati të të çoj në një nivel tjetër. A je gati ti? Ky shqetësim i brendshëm është fillimi i transformimit më të madh të jetës sate. Shenja e dytë që Zoti po vepron në jetën tënde është mbyllja e dyerve. Mundësi që dukeshin të sigurta, papritur zhduken. Plane që kishe ndërtuar me kujdes shemben. Marrëdhënie që mendoje se ishin të forta, fillojnë të çahen. Dhe ti pyet, pse po shkon gjithçka keq? Por kjo nuk është dështim, është drejtim hynor. Zoti po mbyll dyert e gabuara sepse po të ruan për derën e duhur. Çdo derë e mbyllur nga Zoti është mbrojtje e maskuar si humbje. Dhe prapa çdo mbylljeje po përgatitet një hapje kaq e madhe sa do të harrosh të gjitha dyert e mbyllura. Shenja e tretë është vetmia e papritur. Njerëz që ishin gjithmonë pranë teje, papritur largohen. Miqësi që dukeshin të përjetshme, ftohen. Rrefi yt ngushtohet dhe ndonjëherë ndihen krejtësisht vetëm. Kjo mund të jetë ndër periudhat më të dhimbshme të jetës, por është edhe ndër më të rëndësishmet. Zoti po të izolon, jo për të të braktisur, por për të të përgatitur. Sepse mrekullia që po vjen kërkon një version të ri të teje. Dhe versioni i ri nuk mund të lindë ndërsa je i rrethuar nga njerëz që të mbajnë të lidhur me versionin e vjetër. Vetmia është doma e transformimit, ku Zoti punon më intensivisht. Shenja e katërt që Zoti po përgatit mrekullinë tënde janë endrat e pazakonta. Endra të gjalla, të ngjyrosure, të mbushura me simbole dhe ndjenja të forta që mbeten me ty edhe pas zgjimit. Endra ku sheh vende që nuk i njeh, njerëz që nuk i ke takuar kurrë, ose situata që të lën me një ndjenjë paqeje ose urgjence të papërshpjegueshme. Zoti ka folur nëpërmjet endrave gjatë gjithë historisë njerëzore dhe vazhdon të flasë edhe sot. Nëse kohët e fundit po ke endra të pazakonta, mos i injoro. Shkruaji, lute Zotin për kuptimin e tyre, sepse mund të jenë mesazhe direkte nga ai për rrugën që po të hap. Shenja e pestë është një etje e re dhe e papërshpjegueshme për diçka më të madhe. Gjërat që dikur të kënaqnin, argëtimet, sukseset e vogla, miratimi i njerëzve, papritur nuk janë më të mjaftueshme. Zemra fillon të kërkojë thellësi, qëllim, kuptim të vërtet. Fillon të pyesësh pyetje që kur nuk i kishe bërë. Pse jam këtu? Çfarë është qëllimi im i vërtet? Apo jetoj jetën që Zoti ka planifikuar për mua? Kjo etje nuk është pakënaqësi, është zgjim shpirtëror. Është Zoti që po zgjon brenda teje një dëshirë për gjëra që vetëm ai mund t'i japi. Dhe kur ai zgjon atë dëshirë, është sepse është gati ta plotësojë. Shenja e gjashtë është ndeshja e përsëritur me numra, simbole dhe koincidenca të çuditshme. E sheh të njëjtin numër gjithkund, në orë, në numra telefonash, në fatura, në adresa. Hap një libër rastësisht dhe fjala e parë që sheh është pikërisht ajo që zemra jote kishte nevojë të dëgjonte. Ndesh dikë të panjohur që të thotë saktësisht atë që Zoti ka qenë duke të treguar në lutje. Këto nuk janë rastësi, janë konfirmime. Zoti është Zoti i detajeve dhe i gjërave të vogla. Ai përdor çdo gjë, numra, fjalë, takime, për të treguar se është afër.
se dëgjon dhe se mrekullia jote është duke u përgatitur me çdo detaj të përfunduar. Shenja e 7 është ndoshta më e fuqishmja nga të gjitha. Një paqe e papërshpjegueshme që vjen pikërisht kur situata është më e vështirë. Logjikisht duhet të jesh i shkatëruar, por brenda ndjesh një qetësi të çuditshme. Rrethanat jashtë janë kaotike, por brenda je si një det i qetë. Njerëzit rreth teje nuk e kuptojnë si mundesh të jesh kaq i qetë, por ti e di, sepse kjo paqe nuk vjen nga ty, vjen nga Zoti. Është paqe e di që kalon çdo kuptim njerëzor, shenja e qartë se ai ka marrë kontrollin e situatës sate. Dhe kur Zoti merr kontrollin, mrekullia nuk është larg. Shenja e 8 që Zoti po vepron në jetën tënde është ndryshimi i papritur i prioriteteve. Gjërat që dikur ishin kaq të rëndësishme për ty, statusi, parat, miratimi i të tjerëve, suksesi i jashtëm, papritur humbasin rëndësinë e tyre. Dhe gjërat që kur nuk i kishe vlerësuar mjaftueshëm, lutja, heshtja, koha me Zotin, shërbimi ndaj të tjerëve, fillojnë të bëhen prioritetet kryesore të jetës sate. Ky ndryshim nuk është i rastësishëm dhe nuk vjen nga ti. Është Zoti që po rirregullon zemrën tënde nga brenda, duke e përgatitur për të marrë dhe mbajtur bekimin që po vjen. Sepse bekimet e mëdha kërkojnë zemra të rregulluara sakt. Shenja e 9 është kur fjalët e të tjerëve fillojnë të godasin drejt në zemër në mënyrë të papritur. Dëgjon një predikim dhe ndihet sikur pastori po flet vetëm me ty. Hap një libër në faqen e rastësishme dhe fjalia e parë të bën të ndalosh dhe të marrësh frym thellë. Dikush të dërgon një mesazh të thjeshtë dhe fjalët e tij të prodhojnë lot të papritur. Dëgjon një këngë dhe lyrics të godasin si shigjeta direkt në pikën që dhëm më shumë. Kjo nuk është rastësi. Është Zoti që flet nëpërmjet mijëra kanalesh të ndryshme. Ai përdor çdo gjohë të mundshme për të arritur zemrën tënde, sepse ka diçka urgjente dhe të rëndësishme për të thënë. Dëgjoje. Shenja e 10 është një dëshirë e fortë dhe e papërmbajtshme për të ndryshuar. Jo ndryshimi i vogël, por transformimi i thellë dhe i plot. Papritur nuk mund të vazhdosh të jetosh si më parë. Zakonet e vjetra fillojnë të ndjehen si zinxhir. Mënyra e vjetër e të menduarit fillon të ndjehet e ngushtë dhe e kufizuar. Dëshiron të hedhësh poshtë gjithçka që të ka mbajtur prapa dhe të fillosh nga e para, me Zotin në qendër të gjithçkaje. Kjo dëshirë e fortë për ndryshim nuk është kriza, është thirrja. Zoti po të thërret nga versioni i vjetër i vetes, drejt versionit që ai ka planifikuar që nga fillimi. Dhe thirrja e tij është gjithmonë drejt diçkaje më të lartë, më të bukur dhe më të madhe. Shenja e 11 janë takimet e papritura dhe të papërshpjegueshme. Papritur në rrugën tënde shfaqen njerëz të rinj, njerëz që nuk i ke kërkuar, nuk i ke planifikuar, por që sjellin saktësisht atë që ke nevojë. Një mentor që të hap syt, një mik i ri që të kupton thellë, një i huaj që të thot një fjalë që të ndryshon perspektivën, dikush që të lidh me mundësinë që ke pritur me vite. Këto takime nuk janë produkt i fatit, janë orkestruar nga Zoti me precizion të përsosur. Ai lëviz njerëz në përgjithësi për të sjellë saktësisht personin e duhur në momentin e duhur. Kur të ndodh, njoje, sepse Zoti po të dërgon ndihmë të maskuar si njeri. Shenja e 12 është lodhja e thellë shpirtërore, një lodhje që gjumi nuk e shëron dhe pushimi nuk e largon. Ndiheni i lodhur jo vetëm në trup, por në shpirt. I lodhur nga lufta e gjatë, i lodhur nga pritja, i lodhur nga përpjekja për të mbajtur gjithçka vet. Kjo lodhje e thellë është shenja se Zoti po të thotë: mjaft, lëre barrën. Unë e marr nga këtu. Është momenti kur forcat njerëzore mbarojnë dhe forca hyjnore fillon. Dhe ky është pikërisht momenti kur mrekullit ndodhin. Jo kur jemi të fortë dhe të sigurt, por kur jemi krejtësisht të zbrazët dhe i lëm gjithçka Zotit. Lodhja jote sonte mund të jetë porta e mrekullinë sate. Shenja e 13 është një kthim i papritur dhe i fuqishëm drejt lutjes. Papritur, nuk mund të imagjinosh ditën pa folur me Zotin. Lutja nuk ndihet më si detyrim, ndihet si nevoja më e thellë e shpirtit tënd. Zgjohesh në mesnat me një dëshirë të fuqishme për të lutur. Gjatë ditës, mendja kthehet vazhdimisht drejt Zotit. Fjalët e lutjes vijnë natyrshëm, me lot,
me zemër të hapur. Ky kthim drejt lutjes nuk është rastësi. Është Zoti që po të tërheq afër tij, sepse diçka e madhe po vjen. Ai gjithmonë rrit komunikimin me ne para se të veprojë. Ashtu si dy persona që planifikojnë diçka të madhe bashk, flasin më shumë, afrohen më shumë. Zoti po të fton afër, sepse mrekullia kërkon bashkëpunim. Shenja e 14 është një ndjeshmëri e shtuar dhe papritur ndaj gjithçka e rreth teje. Papritur qan lehtë, jo nga dobësia, por nga thellësia. Muzika të prek ndryshe, natyra të habit ndryshe. Fëmijët që luajnë të bëjnë të ndalosh dhe të buzëqeshësh thellë. Dhimbja e të tjerëve të prek si të ishte e jotja. Bukuria e gjërave të vogla, një perëndim dielli, shiu në xham, kafja e mëngjesit, papritur bëhen dhurata të çmuara. Kjo ndjeshmëri e shuar është Zoti që po hap zemrën tënde, po e zgjeroi kapacitetin e saj për të dashur, për të ndjerë, për të marrë bekime, sepse zemra e madhe mban bekime të mëdha, dhe Zoti po e përgatit zemrën tënde për të marrë gjithçka që ka rezervuar për ty. Shenja e 15 është kur premtimet e Zotit fillojnë të kthehen në mendjen tënde me forcë të re dhe kuptim të ri. Vargjet e shpalljes që ke dëgjuar 100 herë, papritur marrin një kuptim krejtësisht të ri dhe të thellë. Premtime që ke lexuar vite më parë, papritur ndihen personale, urgjente dhe të freskëta, sikur janë shkruar vetëm për ty dhe vetëm për këtë moment. Zoti po të kujton çfarë ka premtuar, jo pa qëllim. Ai kur nuk të kujton premtimet e tij, vetëm për të bërë të ndihesh mirë. I kujton sepse është gati t'i përmbush. Kujtesa e premtimeve të Zotit është paralajmërimi final para veprimit të tij. Mrekullia jote nuk është e largët, është shumë më afër se sa mendon. Shenja e 16 është guximi i papritur që shfaqet brenda teje pa e kërkuar. Gjëra që dikur të friksonin, papritur nuk duken më kaq të frikshme. Hapa që kur nuk ishe guxuar t'i bëje, papritur duken të mundshëm dhe të nevojshëm. Biseda që i kishe shmangur për vite, papritur i bën me lehtësi dhe qartësi. Vendime të mëdha që të kishin bllokuar për kohë të gjatë, papritur bëhen të qarta dhe të sigurta. Ky guxim i ri nuk vjen nga ti, vjen nga Zoti. Është ai që po të pajis me gjithçka që do të nevojitet për hapin tjetër. Sepse Zoti kur nuk të dërgon drejt diçkaje, pa të pajisur fillimisht me gjithçka që nevojitet për të arritur. Guximi yt i ri është konfirmimi i drejtimit hyjnor. Shenja e 17 është një largim i natyrshëm dhe i papërpjekshëm nga gjërat dhe njerëzit toksik në jetën tënde. Marrëdhënie që të shteronin energjinë, papritur ndihen të rënda dhe të pamundura për të mbajtur. Zakone të këqija që i kishe luftuar për vite, papritur humbasin fuqinë e tyre mbi ty. Ambiente negative që i kishe toleruar, papritur ndihen si burgje nga të cilat duhet të dalësh. Kjo nuk është kokëfortësi njerëzore, është Zoti që po pastron rrugën tënde. Ashtu si një kopsht që duhet të pastrohet nga barat e këqija para se të mbillet fara e re, Zoti po heq nga jeta jote gjithçka që do të pengonte rritjen e mrekullinë tënde. Çdo largim është bërë vend për diçka më të mirë. Shenja e 18 është ndoshta ajo që e ndjen më fort sot. Një ndjesi e papërshpjegueshme se mrekullia është afër. Jo një shpresë e vagët, por një siguri e brendshme, e fortë dhe e palëkundshme. Diçka thellë brenda teje thot: po vjen, është afër, mos u ndalo tani. Kjo ndjesi nuk vjen nga optimizmi yt natyral, vjen nga fryma e Zotit që dëshmon me shpirtin tënd. Zoti kur nuk vendos në zemrën tënde ndjesi të tilla pa qëllim. Ai nuk të jep besim për gjëra që nuk do të ndodhin. Kur ndjen thellë se diçka po vjen, beso atë ndjesi, mbaje, ushqeje me lutje dhe mirënjohje, sepse ndjesia jote nuk gënjen. Mrekullia jote është duke ardhur. Shenja e 19 është ndër më të vështirat për ta njohur, provimi final para mrekullinë. Pikërisht para se Zoti të veprojë, shumë njerëz përjetojnë sfidën më të madhe të gjithë procesit. Gjërat duken se po shkojnë edhe më keq, presioni rritet, dyshimet bëhen më të zëshme, fryma e heqjes dorë bëhet pothuajse padurueshme, dhe shumë njerëz, pikërisht me këtë moment, dorëzohen. Largohen kur janë vetëm disa hapa larg mrekullinë. Por ti nuk do ta bësh këtë, sepse tani e njeh shenjën. Ky presion ekstrem është konfirmimi final se Zoti është gati të veprojë. Sa më i madh të jetë provimi, aq më e madhe është mrekullia që vjen. Qëndro, mos lëviz,
Mrekullia jote është jashtë dyerve. Shenja e 20 është një zë i brendshëm që nuk hesht, pavarësisht zhurmës së botës rreth teje. Një zë i qetë, por i pathyeshëm, që vazhdimisht të kujton, nuk je i harruar, kam një plan për ty. Vazhdo. Ky zë nuk është imagjinata jote, është fryma e Zotit që flet drejt për drejt me shpirtin tënd. Ai flet në heshtjen e mëngjesit të hershëm, flet në mes të natës kur zgjohesh pa arsye, flet nëpërmjet mendimeve të papritura që të sjellin qetësi dhe drejtim. Shumë njerëz e injorojnë këtë zë sepse nuk e shohin me sy, por ata që mësojnë ta dëgjojnë dhe ta ndjekin, gjejnë rrugën drejt gjithçkaje që Zoti ka premtuar. Dëgjoje zërin, ai di ku po të çon. Shenja e 21 është mirënjohja spontane dhe e papritur që buron nga zemra pa përpjekje. Papritur fillojnë të dalin falënderime nga thellësia e shpirtit. Jo sepse gjithçka është mirë, por sepse zemra ka filluar të shohë dorën e Zotit edhe në gjërat e vështira. Fillon të falenderosh për ditët e errta, sepse kuptoni se ato të kanë formuar. Fillon të falenderosh për dyert e mbyllura, sepse tani sheh se të kanë mbrojtur. Fillon të falenderosh edhe për pritjen e gjatë, sepse e kupton se të ka përgatitur. Kjo mirënjohje e thellë dhe spontane është shenja se zemra jote ka arritur pjekurinë shpirtërore që Zoti priste. Dhe zemra mirënjohëse është zemra që Zoti e mbush me bekime të pafundme dhe të mrekullueshme. Shenja e 22 është qartësia e papritur që vjen pas një periudhe të gjatë konfuzioni. Për muaj ose vite ke jetuar në mjegull, pa ditur çfarë të bësh, ku të shkosh, cila rrugë të ndiqe. Dhe pastaj, papritur, si dielli që shpon rreth, gjithçka bëhet e qartë. Qëllimi yt bëhet i dukshëm, hapi tjetër bëhet i qartë. Vendimi që ke shtyr për kohë të gjatë, papritur bëhet i padiskutueshëm. Kjo qartësia e papritur nuk është produkt i analizës njerëzore, është ndriçim hyjnor. Është Zoti që ndes dritën në dhomën e errët të pasigurisë sate. Dhe kur Zoti ndriçon rrugën, nuk ka më dyshim, nuk ka më hezitim. Ka vetëm hapin e besimit drejt gjithçkaje që ai ka përgatitur.